për të arritur 30 ditë maraton dhe jo të një fushate do si do, po të një fushate do si ndryshimin. Tani kjo është, duhet thënë që në nisje është një fushata më atipike që kemi parë paktën në dekadat e fundit. Është ndryshme, është shumë e ndryshme për shkak të disa rrethanave. E para vjen pas 12 viteve keq qeverisje. 12 vite të një qeveri që qeverisi gjithmonë pa program, me të vetëm program të vitit 2013, ku të vetëm pikë Quje program, nëse do. Ku të vetëm pikë që realizoi ishte taksa progresive, të cilën do ta heqim direkt në datën 12 maj. Një taksë që ndëshkon është kundër edhe ideologjisë suaj për. Po është një taksë që ndëshkon të suksesshmit. Kështu që do vendosim taksën e sheshtë, i cila është e barabartë për gjithë, po pa diskutim që ai që fiton më shumë do paguajë më shumë, pasi 10% i dikujt që fiton më shumë është më i madh se sa. Kjo është progresive e vërtet pretendoni ju? Jo, kjo është taksë e drejtë, kjo është taksë biblike madje edhe kuranore, po ta shohim, të 10-tat. Po. Është që ti e jepje Zotit apo komunitetit apo në gjithë aspektet. Kështu që është një taksë e barabartë, është një taksë e drejtë. Megjithatë, zoti Moshallari, të jesh një vend në zhvillim dhe të tentosh të ndëshkosh të suksesshmit, është absurd në. Nëse këtu ka dhe i deformim tregu të suksesshëm janë vetëm njerëzit pranë kryeministrit. Ata si paguajnë taksat fare. E vërtetë. Kjo tjetër diskutim. Ne po flasim për njerëzit normal, biznesmenët normal, të rinj të cilët krijojnë një biznes, krijojnë një inovacion. Dhe detyrohen të paguajnë taksë, domethënë 23%. Po. Mbi tatimin mbi të ardhurat apo i profesionistë e lirë. Ka një mashtrim të madh kryeministri në fakt kur thotë zero taksa për biznesin e vogël. Çështja është se ajo zero ai llogarit vetëm një taksë që është zero dhe nuk llogarit për shembull taksat lokale që janë bërë astronomike. Po dhe ato pa diskutim që janë, po përtej vetëm biznesit vogël që është deri në 14 milionë lekë të reja. Tashmë nuk është, domethënë quhet mikroskopik ai. Nuk është më aq i vogël, domethënë nuk quhet i vogël. Dhe jo më kot Partia Demokratike thotë që deri në 18 milionë lekë të reja zero taksë. Pasi ti domethënë me 18 milionë lekë të reja, një biznes që mban 3-4 të punësuar, në fund ditës një rrog del. Një rrog e mirë për të themi për pronarin e biznesit. Kështu që ai s'ka që ka gjithë riskun, koston dhe lodhjen. Po përtej asaj, po çfarë po ndodh me stresën e mesme? Të themi dikush që paguhet 100.000, 150.000 lekë të reja në Tiranë, që prapë nuk janë shumë në raport me çmimet. Ai e paguon 150.000 lekë të reja paguon 23%. Do paguaj 10%. Që në këtë moment përfiton 20.000 lekë më shumë të reja, 200.000 lekë vjetra, një qytetar që ka mundësi të marrë mbase të ndrojë makinën me një kredi të vogël, ka mundësi të ketë disa para më shumë për t'i kursyer për shkollimin e fëmijëve. Problemi këtu më i madh është raporti i zhdrejt i çmimeve me rrobat. Se mirë që të varfrit s'po dalin, po tash këtu s'po dalin më shtresë. Me që më ngacmove në këtë pikë